Po atëherë të pyes kështu, folëm për të kaluarën, do është për të ardhmen pak, kështu, për ne ekologët e njerëzit që pretendojmë më marr pak më shumë me energjetikë me zënë tjera, 2050 që është vit kyç i pastër, zero net është, nuk ka atje. Si është e Kosovën vitin 2050? Apo them këtu ta lejoj një shkallë të dëshirave që do t'i kishe, por kisha pas dëshirë, kështu realisht si mendon se mund të zhvillohen, mund të kemi këto zhvillime geostrategjike që të tjera. Është vështirë parashikueshme çka do të ndodhë. Por e di se cilat janë pikat determinuese që do të na japin vlerësim se çka mund ndodhë. Domethënë, kemi të bëjmë me krizën gjeopolitike, dhe kjo krizë gjeopolitike do të prodhojë marrëdhënie të reja, të fuqive, edhe brenda këtyre marrëdhënieve të reja mendoj se është interesi i Kosovës që të ingranohet sa më shpejt brenda një strukture të sigurisë e cila do të krijohet për ta kompenzuar tërheqjen graduale amerikane nga detyrat e veta të deri tanishme. Pra ne duhet të mendojmë për siguri kolektive, regionale dhe evropiane. Siguria jonë është mbështetur gjithmonë te NATO-ja, dhe nuk ka arsye që mos të vazhdoj të mbështetet, duhet ta rikonceptojmë, rikuptojmë NATO-n mbas të rikonceptimit të NATO-s. Se do të ndodhë një rindarje e përgjegjësive. Për shembull, marrja e përgjegjësive për mbrojtje bërthamore nga ana e Francës dhe Britanisë së Madhe, ngritja e rolit të Turqisë, të mëtejmë të rolit të Turqisë në mbrojtjen regionale. Do të thonë, Evropa do të mbrohet brenda kufive të Britanisë së Madhe dhe Turqisë, si dy forca të mëdha ushtarake, të quajmë ashtu, si dy pika të mëdha të sigurisë kolektive të kontinentale, dhe aty pak a shumë do të integrohemi ne. Brenda 3 vjetësh ose 4 vjetësh bëhet vlerësimi për hyrjen e inteligjencës së përgjithshme artificiale, General Artificial Intelligence. Dhe ky do të jetë revolucioni i madh teknologjik, i cili do të përcaktoj po ashtu mënyrën e ekonomizimit, mënyrën e jetës e tjera. Çështja e cila ndërlidhet me këto është se deri në vitin 2030 8% e konsumit botëror të energjisë do të jetë me inteligjencën artificiale, me serverat e kjo do të thotë po ashtu një ndryshim gjeopolitik, sepse do të ketë nevojë për më shumë energji, e cila duhet prodhohet shumë më shpejt. Kjo do të thotë ngritje e energjisë bërthamore për shembull në Francë, ngritje e energjisë bërthamore në Arabinë Saudite. Arabia Saudite po e projekton veten tash si një fuqi e ardhme bërthamore, jo vetëm e naftës. Këto zhvillime aq dramatike për një popull kaq të vogël, nuk kupton si ai detari i cili kur nuk ka kompas, duhet me e lëpi gishtin me qit edhe me pa ka po frynernat. Për fat mirë ne kemi kompas, domethënë analiza e lëvizjeve gjeopolitike është këtu është. Me që duhet me përdor. Duhet me kuptu edhe duhet me përdor kompasin. Kështu që në vitin 2050 ajo çka unë mendoj se është e parashikueshme është të jetojmë në një zonë sigurie kolektive, në të cilën ne marrim pjesë. Kosova do të jetë pjesë e rregullimeve të zonës sigurisë, që për neve si gjenerat, të cilët jemi rrit në pasiguri, është me rëndësi. Është me rëndësi që fëmijët e kësaj gjenerate lindur në shekullin 21 të jetojnë në një zonë sigurie. Do të jetojnë po ashtu në zonë zhvillimi ekonomik në të cilin hapësinën e konceptojnë ndryshe. Pra qysh tash ne jetojmë me
shoqëri shqiptare të shpërndara gjithandej. Pra, ajo që ka fillu me idenë e Shqipërisë madhe, tash e kemi shqiptarinë e madhe gjithandej në për botë. Dhe, të më thonë, nuk ka nevojë njeriu me mendu shumë i shef ata londinezët shqiptarët e Kosovës që të jetojnë në Londër, që të hypin në avion edhe vinë për vikend, sepse kanë ma mirë me pi ka i birë këtu në lokalet e Prishtinës, çmallin pak edhe kthehen në Londër. Do të thonë, jeta ka me qenë shumë më dinamike dhe shumë më e ndërlidhur. Tash ku po hym te inteligjenca artificiale? Sfida më e madhe e Kosovës pos energjetikës është arsimi. Është ruajtja e gjuhës shqipe, identitetit në një botë në të cilën kemi sfidat këtilla të AGI, të inteligjencës artificiale të përgjithshme, por në të cilën 78% e fëmijëve tonë nuk e kuptojnë tekstin të cilën e kanë lexuar. Dhe kjo është gati sfidë e njëjtë për popullin tonë, çfarë ka qenë në vitin 45 me alfabetizimin e popullit tonë. Më thonë, është sfidë pothuajse e njëjtë, për fat të mirë, jemi shumë të aftësuar për ta tejkalu këtë sfidë, se sa që ka qenë gjenerata e cila është dashur me i hap shkollat e para shqipe në vitin 45. Je aktiv që shumë dekada, edhe smuj për të bo këtë pyetje, a më let ishte atëherë kur ti me shokët luftojshit për liri, apo sot kur jeni të angazhuar në mënyra të ndryshme për të bo këtë qytet funksional? Janë sfida të natyrave të ndryshme, do të thonë, në atë kohë ishim edhe të papërvojë, edhe pa ndonjë sens se krejt kjo do të rezultojë dikun. Unë kam bisedu me shumë pushtetas të Slovenisë, Kroacisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit Zi. Në vitin 1989, në vitin 1990, vështirë që do të thoshte dikush fundi i krejt kësaj do të jenë shtetet e pavarura. Do thonë, shumë prej njerëzve sloven në atë kohë, për shembull në një moment erdhi, ky është një detaj i cili nuk njihet shumë, por erdhi delegacioni i Slovenisë, hypi në avionin e vet, vitin 91, erdhi në Prishtinë, u mblodhëm në drek këtu në qafë, ishte ky kryetari i Partisë Komuniste Ciril Ribičić atëherë, me të tjerët, domethënë delegacion shtetnor i Slovenisë, edhe erdhën dhe thanë, ju kemi borxh t'ju themi se ne po dalim për Jugosllavisë. E kemi borxh ndaj jush se ju kemi mbrojt e tjera, po ju themi juve para krejt të tjera, nuk dim a do të ndodh kjo punë, por ne jemi nisë në atë rrugë, po ju tregojmë juve, po e ndajmë si miq këtë. Edhe u kry dreka, e përcolla Ciril Ribičić, thash, po mirë, fundi i krejt kësaj qysh do të duket, se ju po e fillonin. Tha, fundi do të jetë një lloj konfederate, do qysh do të mbetet kështu, po e kemi hallin e juj, se ne do të rahatohemi, po ju hala se keni të qartë këtë punë, por në çfarë do rastin ne do t'ju përkrajmë. Do të thonë, asaj në atë kohë nuk e kishte idenë që fundi i kësaj do të jetë shteti pavarur sloven, i cili do të jetë antari i Bashkimit Evropian. Edhe sot do duket ndoshta që janë të paqarta rrugët, por jemi në kushte kur ekziston siguria. Edhe në kushtet të sigurisë, sfida është më e lehtë. Edhe rikomponimi shoqëror do të jetë. Më thonë, brenda 3-4 vjetësh, me hyrjen e teknologjisë, me sfidës së re teknologjike të inteligjencës artificiale, të cilën qysh tash po e përjetojmë. Më thonë, fëmijët qysh tash po i kryjnë detyrat në ChatGPT. A është kjo e mirë ajo? Ata që janë pjesë e 78%. Ata, ndoshta edhe ata. Por, do të thonë,
Ballafaqimi me këtë do të na detyroj që të gjejmë energji transformative, se kjo është kryesorja. Ja, qartë. Atëherë, për fundëve tonë, një fare të shkurt, një pyetje. Si t'ja bojmë që t'i ikim atij epizodi me bokserin toni cili dikush ja fik dritat? Ta ndrojmë bokserin apo trajnerin? Jemi kushte, do më thonë, s'tia mundëm e asnjërin as tjetrin, do më thonë, nëse vlen ajo analogjia dhe ajo metaforë me të cilën e filluam, jemi boksieri i cili ka Kosovën A, Kosovën B, nuk është problemi i boksierit, sa është problemi atij boksierit të japim edhe një prej atyne bombonave me sheqer që ta duroj këtë raundin e tretë, bombona me sheqer ose energy drink, çka do t'jetë që do t'i japim boksierit, është që t'i tregohet se ekziston në fund të këtij raundit tretë rruga drejt fitores. Do të thonë, nëse i bën këto lëvizje, edhe me këto që i folëm sot, investime në hidro, investime për një tranzicion të gazit, investime për idenë e shëndrimit në gaz sintetik, boksieri e shef se me 2-3 lëvizje edhe mund ta fitoj këtë meç. Shpresoj shumë edhe unë.